në territorin pakistanez të Baluchistanit për të sulmuar këto dhe ka pasur edhe goditje nga ana e Pakistanit në territorin iranian të forcave baluche që ata arrin të identifikojnë ose ta shohin. Dhe të dyja palët e kanë lejuar këtë njëra tjetrës pa bërë protesta pasi që pra është një marrëveshje atyre për të goditur këtë bazë. Pra, jo për të goditur si bazë të cilas, por të goditur si një bazë e cila mund të sjellë nesër probleme territoriale dhe të integritetit territorial të dy vendeve. Dritan, ndërkohë kemi në Gjenev do kemi një takim sa e mundshme është që Irani të tërhiqet nga kushtet. Vetë Trumpi ka deklaruar që unë do të jem aty indirekt i pranishëm në ato bisedime. Shikon, do të kemi një ato që aktualisht takimet po ndodhin në Iran. Dje ka ndodhur takimi dje ka ndodhur një takim direkt midis ministrit të jashtëm iranian dhe kryetarit të Agjencisë Atomike të Kombeve të Bashkuara Rafael Grossi. Po. Ai takim i hapur ka qenë në Gjenev. Në Gjenev, në ambasadën e Omanit. Pra takimet bëhen në ambasadën e Omanit në Gjenev, ku është diskutuar për çështjet uraniumit, për çështje bërthamore për këto çështjet. Pas deklaratës, pra ministri i jashtëm iranian deklaroi që takimi ishte i frytshëm, ishte në nivelin e bashkëpunimit, u diskutuan shumë gjëra, nuk u vendos asgjë, po u diskutuan dhe nuk pati mosakordanca. Pra kjo ishte ajo që ata deklaruan, të njëjtën që deklaroi edhe Rafael Grossi, pra nuk ishte diçka interesante. Sot pritet që të jenë sërish takimet midis tyre me ndërmjetësi pra me amerikanët. Ajo çfarë amerikanët po lozin në këtë pra. Një gjë parasysh, Trumpi ka hyrë dhe Trumpi vazhdon të mbetet tek çështja bërthamore. Pra çështja bërthamore, te marrëdhëniet bërthamore, te këto, te uraniumi dhe nuk po kalon diçka, kurse ata cilët për shembull Marco Rubio deklaroi nga konferenca e sigurisë në Munich që ishte që të diskutojmë edhe për raketa, do diskutojmë edhe për sistemin raketor, do diskutojmë edhe për ndihmën që Irani jep Hamasit, Houthit, Hezbollahve. Pra duke futur gjëra të tilla, po krijon një hapësirë nesër që të justifikohet çdo ndërhyrje ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pasi kjo ndërhyrje ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës realisht nuk ka të bëjë me çështjet e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Irani nuk kërcënon as sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe as sigurinë kombëtare të Izraelit. Deri më sot Irani është një shtet republikë islamike prej 45 viteve, e cila nuk e ka sulmuar asnjëherë Izraelin. Pra realisht pavarësisht se nuk e njeh, pavarësisht se ka gjithnjë ka thënë që nuk do ta njohim shtetin e Izraelit, pavarësisht ka thënë që nuk duhet të ekzistojë shteti i Izraelit. Ata nuk kanë bërë asnjë përpjekje asnjëherë për të eliminuar shtetin e Izraelit. Pra nuk e kanë sulmuar kurrë shtetin e Izraelit. Është shteti i Izraelit ai i cili sulmoi Iranin dhe Irani u kundërpërgjigj. Pra ishte kundërpërgjigje e sulmit, nuk ishte sulm direkt. Pra në këtë aspekt nuk përbën asnjë rrezik në aspektin e kësaj. Por pse këta duan të krijojnë këtë ide, pra njëra palë bën ajo loja e policit të mirë dhe policit të keq. Pra Trumpi po mundohet të bëjë policin e mirë. Kurse pjesa tjetër e administratës Trump po mundohen të bëjnë policin e keq. Në mënyrë që në çdo kohë të mund të justifikojnë ndërhyrjen ushtarake. Pra në momentin që këta atëre administrata Trump vendos të godasi për arsye se iranianët nuk pranuan të diskutojnë për raketat, nuk pranuan të diskutojnë për mbështetje, nuk pranuan të por pranuan të diskutojnë për çështjet e uraniumit dhe të përpunimit të uraniumit dhe të pasurimit të uraniumit. Pra njëra mban këtë, tjetra mban këtë. Ndërkohë, pse ju duhet edhe kjo lojë, përveç që përdoret në aspektin nesër për të justifikuar ndërhyrjen, ju duhet edhe për të pasur për të mbajtur nën kontroll deri diku lobin izraelit, pra këtë lobin zionist izraelit, sepse lobi zionist izraelit është futur me të gjitha vetë dhe po kërkon që të ndërpriten marrëdhëniet, të ndërpriten bisedimet dhe të shkojë direkt në luftë. Por Shteti Bashkuar të Amerikës, siç thash, nuk e kanë kapacitetin që ta fitojnë këtë luftë. Dhe kur them ta fitojnë, nuk do të thotë që këtë luftë do ta fitojë Irani, sepse nuk është e thënë që në luftë hysh dhe njëra dali humbur, nuk është pothuajse një ndeshje futbolli që mund dalësh edhe barabart. Por ama kur dalin barabart, barazimi të dyja palët mund të nxjerrë jashtë kategorisë. Dhe kjo do ndodhi me Iranin. Pra në Iran nuk do kemi një fitore amerikane ose një fitore iraniane. Do kemi humbje iraniane në aspektin taktik dhe operacional, humbje amerikane në aspektin operacional dhe strategjik. Kurse në aspektin strategjik iranianët dalin të fituar, sepse për sa kohë ti nuk e zhbën dot shtetin e Iranit, për sa kohë nuk do ta rrëzosh regjimin, pra edhe mbas çdo lloj dëmi që do t'i bësh. Regjimi mbetet në fuqi, atëherë ti je humbsi strategjik në këtë aspekt. E qartë. Dhe për këtë arsye po mundohet që të mbahet në një farë niveli kjo ndërhyrja izraelite e cila është tepër e fuqishme, kjo ndërhyrja këtyre zionistëve izraelit dhe po mundohet të lozin në këtë aspekt. Çdo lloj marrëveshje për armët bërthamore, për çështjet e uraniumit, Trumpi do t'i konvenonte dhe mund ta mbyllte edhe këtu, por ama kemi një gjë, që në rast se Trumpi e mbyll dhe nuk e godet, atëherë unë nuk e presionoj në asnjë mënyrë
që Trumpi izraelitët ta vrasin. Pra në rast se nuk vendos në një moment caktuar të mos e godasë Iranin. Pra do të kemi një president amerikan të vrarë njësoj si Kennedy. Ndërkohë Dritan rrim pak në lidhjen e mesme, po tashmë tek një përçarje, po them, për të mos i vënë një emër tjetër midis Emirateve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, je i vetmi, them unë, që e kemi cekur këtë aksin, kemi folur për akse, por do doja shumë të dija çfarë po ndodh aktualisht dhe çfarë e ka bërë këtë situatë që të bëhet shumë interesante dhe për faktin se Erdogan ka deklaruar sot që ka anuluar një takim me Bin Zayedin për shkak se ky i fundit ka marrë një goditje në zemër. Po, jo, nuk është çështje goditje në zemër, anulimi i takimit nuk ka të bëjë me çështjet politike dhe gjeopolitike në rajon, ka të bëjë për çështje shëndetësore, pasi Bin Zayedi ka kohë që është i sëmurë nga leuqemia dhe ka disa muaj që ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe është pamundur që edhe të lëvizet dhe dalë, hyn e del për koma, pra. Për shkak të vetë Bin Zayedi dhe për këtë arsye është anulluar edhe kjo. Nuk ka të bëjë me çështje të gjeopolitikës. Shafak e pash, po gjithsesi. Po jo, nuk ka të bëjë me çështje gjeopolitikës anullimi, është seriozisht është çështje e smundjes, sepse në këto 3 muaj janë anulluar cerebrale, mu duk sikur, po gjithsesi duhet ta verifikosh. Për shkak të leukemisë, për shkak ka pasur disa goditje të ndryshme, krijohen gjëra të tjera, është në gjendje shumë të rëndë. Dhe nuk është vetëm Turqia, para një jave ministri i jashtëm, i dërguari i ministrisë së jashtme kineze u anullua takimi sepse nuk ishte gjendje të priste, pra atyre 3 muaj ka pasur disa anullime takimesh për shkak të gjendjes shëndetësore, pra ka ardhur si rreth, nuk ka të bëjë me çështje politike, me çështje gjeopolitike, realisht pra, ta themi. Kurse mosmarrveshja midis Arabisë Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe ka nisur në Sudanin, në Yemen, pra në ato që quhet në pjesën e Yemenit jugut, i cili kontrollohej pjesërisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe nga Arabia Saudite. Në një moment caktuar Emiratet e Bashkuara Arabe vendosën që të përkrajnë njërin prej tyre forcave dhe të marrin komplet territorin që kontrollonte Arabia Saudite. Arabia Saudite vendosi në atë moment të godiste forcat proxy që kishte në jug të Yemenit, pra në këtë pjesën e Yemenit tej. Kjo pjesa e Yemenit është e kontrolluar nga Huthët. E gjithë kjo. Kjo pjesa është në cilën bëhet për këtë bëhet fjalë. Kjo është mosmarrveshja. Kjo pjesa është mosmarrveshja dhe këtu nisi mosmarrveshja. Dhe kjo është ndarë nga 2 grupe. Njëri grup që lufton këtu, njëri grup kontrollohet nga Arabia Saudite, kurse njëri grup kontrollohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Grupi që kontrollohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe në nëndorë viti që shkoi tentoi të merrte komplet territorin në kontroll. Me ndërhyrjen ushtarake të Emirateve Bashkuara Arabe, atëherë gjithë grupi i cili kontrollohej nga Emiratet e Bashkuara Arabe u largua nga këtej, sepse nuk mundën. Kurse para 2 javësh çka kanë bërë? Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë një lloj, si më thën, një lloj revolucioni portokalli, ku janë ngritur popullata dhe ka filluar të marrin nën kontroll ato qytete dhe qytete të cilat mbaheshin nën kontroll nga Arabia Saudite. Pra ka nisur përplasja e parë ashtu, nëse përplasja e dytë që ka të bëjë me çështjen e Xhibutit, pra me çështjen e kësaj Somalis në Somali, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një bazë në atë që quhet Somaliland. Po, që shpalli pavarësinë Somaliland. Po, kanë ngritur një bazë ushtarake atje në këtë Somaliland dhe në këtë bazë ushtarake në Somaliland, ata ja kanë dhënë të përdorin edhe forcat izraelite. Dhe Izraeli e njeh Somalilandin. Pra ka njohur zyrtarisht. Njofja nga Izraeli Somaliland ka qenë të parë që kanë kundërshtuar kanë qenë Arabia Saudite. Në këtë sepse njohin Somalinë edhe Turqia. Kjo ka qenë përplasja e dytë, nëse përplasja e tretë ka të bëjë me Sudanin. Këtu në Sudan, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli përkrajnë forcat e jashtë forcat e ndërhyrjes shpejtësh, rapid force që është ajo, dhe kundër qeverisë sudaneze. Qeveria sudaneze është me mbështetje të Arabisë Saudite dhe të Turqisë edhe të Egjiptit. Në këtë aspekt. Pra, këtu kemi një përplasje, dhe kjo përplasje kanë ditur. Por këto 2 akse e kanë fjalën. Arabia Saudite i ka kërkuar me kohë Emiratet e Bashkuara që të ndaloj furnizimin me armatime me gjithçka tjetër të këtyre forcave në Sudan, por Emiratet e Bashkuara nuk e kanë bërë dhe në bashkëpunim me Izraelin vazhdojnë të bëjnë dhe po përplasin pra këto forca. Dhe për të treja këto arsye, përplasja ka qenë e madhe dhe është krijuar ky aksi midis Arabisë Saudite, Turqisë dhe Egjiptit, të cilat përkrajnë qeverinë të Sudanit. Së fundmi Erdogan bëri vizitë. Të cilat jo vetëm atë, po jo vetëm përkrajnë qeverinë e Sudanit, por përkrajnë edhe qeverinë e Somalisë, pra qeverinë zyrtare e Somalisë, dhe nuk janë kundër ndarjes së Somalilandit. Turqia para një jave dërgoi edhe tanke
tanke prodhim amerikan, ja dërgoi ushtërisë të Somalis për të luftuar kundër këtyre forcave separatiste në Somaliland. Pra, ky është aksi që është përplasur. Pra, këto të treja në këtë moment është erit Emiratet janë me Izraelin. Emiratet janë me Izraelin, kurse këto 3 vendet e tjera janë bërë bashkë. Pra, Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti janë kundër tyre. Kjo është përplasja që po ndodh. E qartë, Trump tha që unë mund të ndërhyj, tha, por nuk dua të ndërhyj. Mund ta zgjidh këtë, tha, po nuk është momenti që... Unë nuk besoj që Trump mund ta zgjidhë këtë punë, sepse Trumpit intereson që kjo punë të vazhdojë kështu, sepse intereson që qeveria e Sudanit të bjeri, intereson edhe Somalilandi të shkëputet nga Somalia, dhe intereson edhe pjesa tjetër e Jemenit të merret nën kontrollin e Emirateve të Bashkuara dhe Izraelit në mënyrë që ta përdori kundër Houthëve në çdo kohë. Pra janë territore pika strategjike, të cilat i interesojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë arsye nuk ka për ndërhyrë në asnjë moment dhe më pret se çfarë do ndodhë. Dritan, ndërkohë para se të kalojmë tek konflikti Rusi-Ukrainë, ka një shqetësim shumë të madh në Izrael për sa i përket raketës turke Cenk, që ka 2000 kilometra... Cenk, pra në shqipse C-ja në turqisht është G. Cenk. Si e vlerëson këtë zhvillim, sepse shqetësimi është që kjo mund të ndryshojë balancën strategjike në lindjen e mesme, sipas citoi agjenci të ndryshme izraelite këtu. Kjo nuk është çështje e balancës, është çështje e ekspansionit zionist. Do të kemi gjë parasysh që 2 janë fuqit rajonale të cilat e bllokojnë ekspansionin zionist sot për sot. Para është Irani dhe dyta është Turqia. Pra, zionizmi sot nuk po shkon që të bëhet atë, zionistët kanë idenë e tyre për të krijuar nga deti në Lum, pra nga deti në Eufrat. Është një video aty regjia. Pra, nga deti në Eufrat. Po. Dhe kjo nga deti në Eufrat përfshin territorin e Sirisë, territorin e Kurdëve, territorin e Irakut, pra të Jordanisë, edhe Arabisë Saudite, e gjitha. Aktualisht këtë qëllim të tyre hegemonist biblik, bazuar mbi çështje biblike të tyre, 2 janë shtetet në rajon të cilat e ndalojnë këtë. Irani dhe Turqia. Irani dhe Turqia. Me Iranin po duan ta zhbëjnë, ta dobësojnë, ta marrin në dorë, duke përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur të mbarojnë me Iranin, do t'i kthehen Turqisë. Me të gjitha format dhe mënyrat. Totalisht. Sepse këto të dyja e pengojnë aktualisht nga ana geopolitike dhe geostrategjike këtë projekt, që ky projekt të zhvillohet dhe të bëhet. Dhe turqit kanë kuptuar një gjë, pra turqit kanë kuptuar që kanë me kohë që e ndjekin përgatitjen raketore iraniane. Dhe kanë kuptuar që sidomos në vjet e kuptuan qartësisht që sistemi raketor është ai që të jep një mbrojtje strategjike dhe një vlerë strategjike rajonale. Pra Irani ka këtë sistem raketor që i ka dhënë fuqi rajonale, strategjike në gjithë rajonin. Dhe turqit e kanë parë sepse e ashtu si Irani edhe Turqia nuk ka kufi me Izraelin. Po. Dhe largësia më e afërt, pra largësia më e afërt nga Izraeli në Iran në Turqi është 500 kilometra, distanca më e afërt ndërmjet tyre. Dhe Turqia nuk është një fuqi detare, sepse lidhet nëpërmjet detit, po s'është fuqi detare që të mund ta sulmojë me forcë detare e Izraelin. Nuk e ka këtë kapacitet. Atëherë duke parë që edhe Irani nuk ka kufi, po Irani arriti të godiste fuqishëm Izraelin nëpërmjet një sistemi raketor. Atëherë turqit kanë kuptuar që duhet ky sistem raketor të bëhet edhe ky bazë për të rritur fuqinë strategjike të Turqisë në rajon në përballjen nesër me Izraelin. Dhe drejt kësaj po shkojnë. Kanë prodhuar disa raketa, kjo është një prodhim. Raketa Cenk nuk është prodhim i ri, raketa Cenk është prodhim i vitit 2023, për herë të parë është testuar në vitin 2023 dhe kur është testuar në 2023 ajo ka pasur distancën 1000 kilometra. Tashmë është testuar raketa e dytë, po Cenk në distancë deri 2000 kilometra. Pra, është rritur distanca e të njëjtës raketë, nuk është raketë që prodhua për herë të parë. Ka këtë fuqi dhe në këtë aspekt duke bërë 2000 kilometra, atëherë nga gjysma e Turqisë, pra në rast se regjia mund ta ndihmojë me një hartë të rajonit, nga gjysma e Turqisë, edhe këtë pra duke qenë se kjo është raketë, kemi të bëjmë një raketë balistike.
me rrezet mesme veprimi, sepse raketa deri në 2000 km raketat balistike dritan dhe njëherë se ata që na dëgjojnë nuk është se balistike e kanë fiksuar. Pra, raketat balistike janë raketa me lëshim vertikal, të cilat dalin nga hapësira dhe pastaj hyn në hapësirë. Shikoni Turqia dhe shikoni ku është edhe Izraeli. Këtu. Pra ky është Izraeli, kjo që shihni, kjo është kuqja këtu. Pra distanca më afërt nga këtu është 500 km. Në rast se bëjmë 2000 km, atëherë nga çdo pjesë e bregut, edhe nga thellësia e territorit. Se pasi Turqia ka një thellësi strategjike, me 2000 km mund të arrish edhe cepin më fundor jugor të Izraelit. Pra në këtë moment, Izraeli është bërë i cënushëm nga pikpamja strategjike dhe Turqia mund t'i shkaktoj dëm e Izraelit pa pasur nevojë të ketë përkthje direkte. Turqia po merr atë që ka Irani, po merr atë po kopjon Irani në këtë aspekt dhe për këtë arsye Izraeli ndihet i kërcënuar për shkak se nuk mund t'i shkojë më hegemonia e tij, pra me Turqit që ka bërë, dhe Turqit e kanë prodhuar këtë raketë. Tashmë është në fazën e testimit, e ka kaluar testimin e parë që rrin 2000 km. Do të varet nga sasia që turqit do të prodhojnë. Pra çështja e turqit kanë edhe 2 raketa të tjera. Një raketë është 230 km, 250 km, kurse një raketë tjetër që është testuar, Tajfuni është 560 km. Me Tajfunin, pra nga çdo pikë këtu, nga këtu, duke nisur nga këtu, gjithë bregun, edhe deri këtu mund të rrëzohet, mund të lëshohet Tajfun sepse 560 km pra çdo lloj në këtë pjesën veriore të Izraelit mund ta godasësh. Turqit janë duke testuar një raketë tjetër Tajfun me 1000 km. Pra me 1 km shkojnë deri në gjysmë të Izraelit, kurse kjo me 2 ka goditet, pra goditjet bëhen më të mëdha. Do të kemi gjithë parasysh që raketa Xhenku ka sasinë eksplozivit deri në tash 1000 kg, pra 1 ton. 1 ton është sasia eksplozive që përdor. Kur hyn dhe ka një veçori, është vetëm raketa aktualisht balistike turke e cila e ka kokën e manovrueshme. Pra në momentin që rihyn në atmosferë, koka është e manovrueshme dhe mund ta manovrosh për të dikur radarëve ose për të dikur aty. Por ka një gjë, përdor 2 lloje sisteme radarësh. Po. Përdor GPS-in, pra për sistemin global që duhet, për atë që quhet Global Navigation, pra navigimin global që duhet për të arritur në objektiv, përdor 2 lloj. Përdor GPS-in dhe përdor GLONASS-in. GPS-i është sistemi amerikan, kurse GLONASS është sistemi rus. Pra e kanë klonuar, por në raketë kanë futur të dyja, që në rast se bllokohet GPS-i, atëherë funksionon sistemi GLONASS i rusëve, cilën nuk mund ta bllokojnë, sepse nuk e kanë kapacitetin ta bllokojnë. E qartë. Pra në këtë arritur ajo koka pas hyn mund ta kalojë shpejtësinë, shkon deri në shpejtësinë 5 Mach, pra 5 herë shpejtësinë e zërit që mund të jetë diku të rreth 6000 km. Kjo e bën një raketë deterrence dritan? E bën një raketë deterrence, por deterrenca e kësaj rakete varet pastaj nga sasia e raketave që Turqia arrin të prodhojë. Po, e qartë. Dritan, tani kalojmë pak tek ajo që po ndodh midis Rusisë edhe Ukrainës. Kemi patur dhe do kemi një takim më bëri përshtypje, domethënë ekipet, sidomos ekipi rus, te ky takim që do bëhet në Zvicër edhe ky, ku ishte bënë përshtypje që do ta drejtonte këtë takim vetë Vladimir Medinsky, që ka qenë edhe kryetari apo udhëheqësi i takimit i grupit dhe ekipit që arriti që në 2022 apo 23-shin që të kishte një paqe në Stamboll, që të kishte një mundësinë e një ankushim 22-shin ku Boris Johnson akuzohet se e prishi si marrëveshje që palët kishin mbritur. Pra ishte Vladimir Medinsky, ishte edhe Dmitri Kirill, më duket që është i dërguar i special i Putinit. Pra ajo që më bëri përshtypje se zakonisht nuk është se jemi fokusuar, po është një nivel i lartë në kuptimin e përfaqësimit. Si e vlerëson këtë mundësi? Shiko, takim në Gjenevë është bërë për të thjeshtësuar punën e, pra i është mbajtur një hartë amerikanëve, edhe të rusët kanë përdorur këtë edhe nga ana politike, pra me 2 qëllime politike. Pse kanë pranuar takimin në Gjenevë? Takimin në Gjenevë kanë pranuar, duhet kemi që në të njëjtën ditë, pra takimi mbahet sot dhe nesër. Po sot dhe nesër mbahet takimi në Gjenevë dhe midis Iranit dhe Amerikës. Dhe takimi midis Iranit dhe Amerikës e prezanton Witkoff dhe Kushner.